Unë i kam dhënë kohë zotit Sheaj në këtë muaj, po dhe vetes për të reflektuar, sepse nuk e kam dash të konflikt, sepse ai që fërkon barku na kruaj konfliktin është Edi Rama. Po zoti Sheaj e kërkoi me qiri, duke pretenduar që pas kemi gjëra për të fshehur dhe frikë. Unë s'kam pas frikë nga Edi Rama dhe Sali Berisha, jo më nga Agron. Unë nuk kam dash të krijoj një kurs konflikti mes të res. Po kush kërkon luft do gjej. Si ta doj, ashtu do ta gjej. Sot po dorëzoj si dëmtuar akuzues Fabin pranë gjykatës posaçme dhe zoti Sheaj duhet vi këtu me dokumenta, se këtu nuk është televizor me i tund kot sa për të hedhë syve njerëz. Me dokumenta duhet vi të provoj pretendimin. Unë Adriatik Lapa me përgjegjësi të plot nuk kam në Republikën e Shqipërisë as unë, as nëna, as babai dhe as një familjar i rrethit parë timin, as 1 metër tok në Republikën e Shqipërisë. 1 metër, jo më shumë.